është po. Shiko se qa... Flëver ti, a i frekuenton shpesh të rrugë? Juglindja, Po këtu jetojnë unë gjysmën time kam nga Juglindja. Gjysmën e vetë ka për zonjën. Tani, për këtë... S'kam nga jam baju, në ndej. Për këtë, atë vini nga që s'pa kësë Kam patur shumë besim të Enver Hoxha, pra ndaj kam lëvizi qetë. Si kam mundësi? Ato të Enverit nuk lëvizi, këto të demokracisë... Veprat e Enverit ngelen dhe këto bijen. Ato që janë bërë me punë vullnetare janë rezistente. Për të qenë i sinqert me ata që na ndjekin dhe me ju, nuk mund, po e nisë kështu, që edhe pse është në disfavorin e saj, në këtë rast të Ballukut, sepse i ka ndodhur fiks ajo që nuk duhej, pra ka qenë një reklam fantastike që e vodhi Rama pastaj në Shqipëri, në SBA, në një shtet atje, dhe slogani ishte fajne ka filani, Xheku. Dhe u propagandua aq shumë, pra u luajt aq mirë sa në një moment edhe kur çashe gome makinës, thoshte ai robi që mos fajne ka filani. Dhe këtu tani, siç ja mori Rama Saliut, identik. Këtu tani, sigurisht që zonja Balluku, ministria e saj dhe institucionet e saj të varësisë kanë përgjegjësinë e tyre për qoftë dhe për ndjekjen e kontratave të atyre kompanive që i kishin për detyrë të mirëmbanin këto rrugë. Po e lë se këto rrugë nuk është janë ndërtuar në 7 vitet e fundit të gjitha. Këto janë bërë që në 2005. Këto janë rrugë shumë vjetra. Problemi është që institucionet që kanë patur për detyrë të mbikëqyrin që nga se e kam ndjekur tek ju dhe keni bërë një punë për të përgëzuar, që nga bregu i lumit atje, të Gryerja, sa atje vazhdon, ka qenë më kujtua nga fillorja tani se na kthyet në shumë mbrapa. Hakmarrja e pyllit ka qenë ajo vepra, nuk e mbaj mend autorin, dhe thelbi ishte ky që ata presin temët dhe pastaj i merr lumi. E njëjta gjë ka ndodhur edhe këtu. Këtu institucionet inekzistente, agjencitë inekzistente, drejtoritë përkatëse inekzistente. Dhe tani vjen para faktit të kryer, të bllokohet 25% e territorit a më shumë, pra në kuptimin gjithë juglindja e vendit, dhe nuk ke një rrugë alternative. Po prap kjo tregon dhe mungesë vizionin, nëse do ta thuash kështu. Se dakord, nuk ke bërë këto, po një rrugë alternative e ke menduar ndonjëherë? Pra qeveria në tërësi, këtu të gjitha qeveritë, po flasim për këtë që ka mjaftuar shumë kohë që mund ta kishte bërë një bypass apo një plan B. Ky është menaxhimi i keq. Aq më tepër një qeveri e cila ka ardhur në pushtet duke konspektuar gjithë defektet e vizionit të qeverieve para Renca. Po sigurisht. Po i takonte Partisë Socialiste, e cila ka marrë 1 milion shuplakat e famshme, që nuk ishin vota për Partinë Socialiste, po ishin vota kundër Sali Berishës, jemi hapur fare. Ka ardhur me këtë lloj vizioni, pra ne do shtrojmë vizionin tonë në rilindjen kombëtare, sepse këta nuk ditën ta bënin. Dhe shiko çfarë gjendje është bërë. Mua nuk më shqetëson fare se largo zot nesër pas nesër mund t'isha unë, ti, tjetri miq tanë ministra dhe ndodh që të çajt rrugat bëhet sepse ti nuk je konspektues i gjithë firmave të ndërtimit apo të ndërtimit të rrugëve. Se mund të abuzojnë dhe ata. Ndodh dhe fatkeqësia natyrore, ndodhin të gjitha, por ka një problem. Në momentin ti ke urën e lumit mat në Milot, urën e Zogut. Ajo po bie për veta. Po bie ajo tani. Domethënë, unë kur kam ardhur në Tiranë në gjimnaz në vitet 2004-2005, aty kaloja çdo ditë, ka qenë ura për mrekulli. Pastaj fillova të shoh ato mortjet që ato ekskavatorët që gryenin dhe i shkuan këmbës urës në themel dhe tani ajo është krusur, po ajo është vepër arti. Pra, po të marr një shembull për ta kuptuar njerëzit që mund ta kenë parë. Po këtu ka dy probleme të mëdha të rrugët. Shqipëria, jo përtej. Pra, Juglindjen e ke pa një rrugë për të qenë. Po. Dhe Shkodrën, kryeqendrën e Veriut po e quaj kështu, e ke pa një rrugë për të qenë. Po. Kjo është çmenduri. Dhe ndoshta na doli Durrës Kukës që ç'a u bë për atë? Po, pra. Na doli më herët se të gjitha këto rrugët e tjera. Patjetër, edhe pse pak e shkurtër, po doli ajo, se unë ndoshta jam dhe pak nuk po them subjektiv sepse vjen nga ajo zonë.
jam pro veriut, jam pro verior. Je verior, bra. Unë duat botoj më shumë lajme që u mbush plot thesi dhe ure vashët atje të unë, se sa dhërmiu, pa tjetër. Dhe këte nuk mungojnë, andej mungojnë tani. Kjo është diskriminimi i përjetshëm që na është bërë. Me përjashtim të rrugës Arbrit që na ka zbardh faqen. Ka disa, pa tjetër, ka disa vepre, si që përmëndet e tja ajo e urës së Zogut, që mirë do ishte që këtu PPP-t shkonin edhe tek ajo, ditë për mirëmbajtje, për ta patur, për ta ruajtur si një vlerë historike etj. Trashëguar. Tani, unë dua të pyes sepse dua të shikoj ju kohët e fundit jeni ekspozuar shumë si në mbrojtje të qeverisë në fakt. Ashtu janë perceptuar nga ata që kanë pas përballë sepse ju duhen palë. Duhet, okay. Mua këtu më ke përballë, si po dukëm. Duhet të ndodhin të tilla që njerëz si ty, si unë, si Shpendi, edhe si shumë të tjerë, të ndërgjegjësohen dhe të thonë ore prit se ka diçka që nuk shkon në këtë vend. Dëgjoj, me këtë qeverisje ose me këto burime financiare. Ka diçka që ti të paktën e di më mirë se unë. Në Shqipëri, e ka thënë Konica, po ke bisht ta presin. Po nuk ke ta ngjesin. Këtu në çdo panel, në momentin që ti për shembull thua, kur them ti, mund të ishte një deputet i PD-s, ti nuk po e thua. Ja Belinda Balluku çfarë ka bërë në rrugën Korç, Librazh, dhe më thash, nëse unë i them më fal. Belinda ka gjithë mëkatet e saj që nuk e ka mirëmbajtur e nuk ka bërë kontrollet e gryerjeve, investime, vizioni, këto që po them. Por nuk e ka bërë Belinda, ajo rruga ka 30 vjet që është bërë. Ja, ti e komunist, ti po mbron Edi Ramën të... Retorik politike, thua? Pra, jo e kam këtu që këtu në momentin që ti tenton të thuash një ngjyrë tjetër të një të vërtete, pra ta plotësosh apo ku diun se çfarë, këtu stigmatizohesh. Sa i përket rastit në fjalë. Dëgjoj, këtu ne kemi vuajtur për herë, historikisht, nga... nuk dua ta them atë termin nga harresa e shpejt, po e them kështu, se është ajo tru peshk, po peshku nuk është. Domethënë, ne harrojmë shpejt. Këtu ndodh e pa dëgjuara dhe ne për 3 ditë kalojmë një fabull tjetër. Pra ne konsumojmë shumë informacion, konsumojmë shumë politik, ne prodhojmë pseudongjarje vazhdimisht. Politika është më interesuar që të prodhoj pseudongjarje, pra ngjarje të thithura për shpërqendruar vëmendjen, dhe kjo histori e rrugëve ka dhe një problem tjetër që unë prap tani do konsiderohem si komunisti që mbron Edi Ramën, por unë do e them. Ne qytetarët, çfarë kemi bërë? Se shteti është i keqi, kjo nuk diskutohet, shteti është problemi në çdo rast. Po kur i kemi parë këto fadromat atje që kanë qenë atje në lumë, që po gryenin. Për qëmë politikisht korrekt të thuash qeveria. Kur 30 vjet ka. Po pra, kur i kemi qeveria. Çfarë kemi bërë? Ne, i kemi denoncuar. Jo ti më. Banorët atje që ankohen tani i kanë denoncuar dhe jo është mbyll goja. Protest para ministrisë mos lëviz. I bie vetëm protestojnë, mos punojnë me këto njerëz. Jo, po tani këtu tani secili ka detyrën e vet. Çfarë të bëjmë atëherë ne? Ata japin rishfet, nga puna. Japin rishfet edhe gryen bukën e gojës. Po çfarë ikim atëherë? Kanë hequr mbajtjen e armëve. Po kemi ikur më. Nuk ka më mbajtje armësh që ti mund të mbrosh pronën tënde siç është në Amerikë. S'po e them unë si për të vrarë qeverinë ose për të bërë grushteti, po për aq kohë sa ka demokracia më funksionale botës, ka shtete brenda federatës, si ti e mbron me armën tënde pronën tënde, ka ikur kjo. Testosteroni meshkujve në 10 vitet e fundit të dy neve, po të gjithë këtu e dim që është në trend zbritës, sepse kanë ardhur shumë komunitete që duan të ndjejnë qenë, gur, mace e bla bla bla. Talen njerëzit, shkon politikani, s'po thëm Rama, po Rama në këtë rast, shkon Dibër dhe i thot, ju jeni qyryk para grave të veta, gratë qeshtin, burrat rinin me kokën poshtë, vajti mori 3 mandate tjera. Kur ka ndodhur për 20 vjet, për 35 vjet, futet e Sali Berishën me taktikat e veta sovjetike, ndash të quashti, në proklamimin e një pushtetit të hekurt, ky popull në mos tjetë i trëmbur, çfarë do jetë tjetër?